ti atëherë kujtohesh, por njerëzit kanë ikur. Kanë nesër shumë lart dhe kanë nesër shumë përpara. Kështu është çështja e natyrime. Kështu duhet të jetë dhe është interesante kur Allahu xhallahu xhelalu do ta marrë në pyetje për jetën tonë, për rinin tonë, për pasurinë tonë, për kohën tonë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton se dërguar Allahu xhallahu xhelalu na ka thënë, na ka treguar se Allahu xhallahu xhelalu na pyes për rinin. Si e kalon atë? A shfrytëzon apo jo? Para se të zëjë ligjëria, para se të zëjë ajo moshë, cilën do të shëron njeriu të adhurojë Allahun ashtu sikur e meriton Allahu të adhurojë, por se ndoshta mosha nuk ja lejon me. Nuk ja lejon me të agjërojë Ramazanin apo të dalë të falë namazin në xhami. Do të pyesë Allahu xhallahu xhelalu pasurinë dy herë, si fitove dhe ku harxhove në një. A e fitove për halal dhe harxhove në halal, apo e fitove për halal dhe harxhove në haram, apo e fitove për haram dhe harxhove në haram. Do ta pyesë Allahu. Dhe këto pyetje duhet të përgatitemi për t'u dhënë përgjigjen. Do ta pyesë Allahu xhallahu xhelalu për kohën e lirë, para se të jemi të zënë. Do ta pyesë Allahu, vallë, a kemi përgatitur këto pyetje, këto përgjigje për këto pyetje? Do ta pyesë Allahu xhallahu xhelalu gjithashtu në përgjigjen tonë si e kaluam atë. Apo do të jemi, Allahu më lutë mos për tyre, që do të thonë ditën e takimit me Allahu xhallahu xhelalu, Rabbi irji'un la'ali amalu salihan fima tarakt. O Zot, më kthe edhe një herë në këtë botë, në dunja, me shpresë se unë do të punoj një vepër të mirë. Apo mos do të jemi për asaj kategorie të cilët thonë, o Allah, na kthe edhe një herë aq një fraksion kohë sa të japim një sadaka. Përse Allahu ka përmendur pikërisht sadakan dhe nuk ka përmendur vepra tjera? Për faktin e vetëm se sadakaja një fraksion kohë është që ti ta japësh. Dhe këtu duhet që çdo njeri të meditojë dhe të bëjë llogaritë e tij para se të merret në llogaritë e Allahut xhallahu xhelalu, se kush i bën llogaritë në këtë botë, ai njeri do të fitojë. Llogaria është thjesht, sa për të ilustruar, është thjesht që çdo besimtar të bëjë atë rregullisht dhe të shikojë gjendjen e vetes së vet. Njeriu, presidenti profetit sallallahu alaihi wasallam, është të marrë abdes kur shkon për të fjetur dhe të bëjë lutjet e gjumit. Dhe aty qëndron një kohë për të medituar për ditën e tij se si e kaloi. A fitoi në këtë ditë apo jo? A u afrua më shumë tek Allahu apo jo? Apo ishin në shumë të gjunahet? Ndërkohë, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala na tregon dhe na thotë se çdo ditë e re që del dielli thërret tek njerëzit dhe thotë: O biri i Ademit, unë jam një ditë e re. Vite ty dhe ti më shfrytëzo mua për punë të hajrit dhe unë nuk kthehem tek ty deri në ditën e Kiametit. Kjo ditë do të jetë krahas gjërave të tjera dëshmitar pro nesh apo kundra nesh. Nëse do ta marrim vetëm llogarinë vëllezër dhe motra, do ta dimë se si është çështja jonë. Ku anojmë nga të mirat apo nga të këqijat? Nëse gjejmë veten prej të mirave, prej atyre vepër mirëve, e falenderojmë Allahun xhallahu xhelalu. E nëse i gjejmë prej atyre që ka mundur vetja dhe shejtani, të kërkoj falje Allahu xhallahu xhelalu dhe me pendes të arrijmë të rregullojmë atë që ka prishur prej gjunave që ka bërë. Marrja e vetes llogari është thjesht. Para se të kryesh veprat, qëndrosh dhe të meditosh. Kjo vepër që unë do të bëj, a është për Allahun apo është për dunjan? Apo është për famë, apo është për pozitë, apo është për pushtet? Apo ajo është për Allahun xhallahu xhelalu? Nëse është e tillë, vazhdo dhe bëje. Nëse nuk është për Allahun, lëre, sepse në të nuk ka bereqet. E gjatë punës, gjatë veprës së mirë që bën besimtari, ta lut Allahun që t'i jap sukses. E nëse shikon që veprat e tij nuk janë për Allahun dhe janë gjunahe,
me njëherë të iqdorë dhe të kthehet Allahu me pendes dhe me vepra të mira të cilat i fshin veprat e këqija. Është detyrë e domosdoshme. Vëllezër dhe motra, nëse ne do të jemi të vetëdijshëm dhe fuqishëm për atë që na ka ngarkuar Allahu xhallal xhelal, dhe për atë që ne jemi, për atë që ne posedojmë, do të jemi njerëzit më krenar, do të jemi njerëzit më të lumtur, do të jemi njerëzit më të kënaqur me Allahu xhallal xhelal. Por fatkeqësisht, një pjesë e jona sot e kësaj vite, në këto vite që po jetojmë me zor, këtë e them me keqardhje, e thonë haptos që janë praktikanë muslimanë. Përse vallë, a nuk ishin muslimanët pronar absolut të gjitha shkencave, eksakte dhe shoqërore, por i ngriti Allahu xhallal xhelalu kur ata ishin të kapur fort mas fesë Allahut. Dhe kur e lanë fenë Allahut, e morën të tjerë shkencën dhe avancuan. Dhe kjo nuk ka të bëjë me fenë, por ka të bëjë me individët, të cilët kur janë të kapur mas fesë Allahut, i ngrenë Allahu subhanahu wa taala. E kur e lanë fenë Allahut pas dore, i ullë Allahu xhallal xhelal. I dërguari Allahu ka thënë se Allahu me këtë Kur'an ngre njerëz dhe më të tjerë. Vetëllogëritja është prej virtyteve të mëdha që ka besimtari. Njeriu kur e merr vetën llogari, bën që shikojë të metat e vetes. Se njeriu nëse nuk i shet të metat e vetes, nuk ka se si t'i rregullojë ato. Është vështirë që njeriu të rregullojë veten nëse nuk i shikon të metat e vetes, nuk i shikon gjunahet e vetes. Nëse merr vetën llogari, kjo të afron tek Allahu dhe të ndalon nga veprat e këqija. Nëse merr vetën llogari, kjo gjë ta lehtëson llogaridhënien ditën e Kiametit. Nëse merr vetën llogari, kjo të bën më të mirë me Allahun dhe më të mirë me krijesat e Allahut dhe arrin atë të cilën nuk e kishte bërë më parë. Fudejl ibn Iyadi, rahimahullahu ta'ala, prej mëdhenjve tabiin, e shikoi njëri dhe e pyet sa vjet i ke. I thot jam 60 vjet, pra kam kaluar 60 vite. I thot, Allah më shiroft atë dhe gjithë dietarët e Islamit, e subhanallah 60 vite i ke që udhton drejt Allahut. Ndoshta afroi stacionit dhe erdhi fundi. Ky burri i përgjigje dhe thot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahu jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Fudejl rahimahullahu ta'ala i tha, hadisi do të thotë kjo fjalë, Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ai burri po shikonte dhe vazhdon Fudejli dhe i thot, ai njeri i cili e di që është rob i Allahut, dhe se tek Allahu do të kthehet ta di se do të qëndrojë para Allahut. Dhe ai njeri i cili e di, e mori vesh se do të qëndrojë para Allahut, ta di se do të pyetet. E ai njeri i cili e di se do të pyetet, të përgatis përgjigjet për këto pyetje. Dhe kur i gjë këto fjalë njeriu nga Fudejl ibn Iyadi, rahimahullahu ta'ala, i tha, po kush është dalja për kësaj, o Fudejl? Kush është dalja për kësaj gjëje? Tha, Allah më shëroft, rregullo këtë që të ka mbetur nga jeta jote, që të falë Allahu xhallal xhelalu i gjithëmshirshëm, mëshirëploti, ato që kanë kaluar nga jeta jote. E nëse ti nuk bën mirë dhe nuk vepron mirë në të pjesë që ka mbetur nga jeta jote, do të marrë Allahu subhanahu wa ta'ala në përgjegjësi për ata që ka mbetur dhe ata që ka kaluar. Kështu pra, të parë tanë, të parë të këtij ummeti kanë vepruar. Imam Maliku, rahimahullahu ta'ala, na tregon dhe na thot se nuk ndrejqet fundi i këtij ummeti vetëm se në ato që janë ndrejqur të parë të këtij ummeti, pra me Kur'anin dhe me Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Të kthehemi te Kur'ani, të kthehemi te Suneti e Profetit sallallahu alaihi wasallam me devotshmëri, me sinqeritet, me shpresë që Allahu xhallal xhelalu i gjithëmshirshmi do të na rregullojë gjendjen tonë. Ndoshta
një që është mesin tonë, i lutet Allahu xhallal xhelal, Allahu ja